Pa nishtë. Kjo ishte e gjitha që kryeministri Kristian Mickovski kishte të thotë për takimin mes partnerëve të koalicionit për çështjen e provimit të jurisprudencës. Madje deklarata e tij u përcjell edhe nga të qeshura nga zyrtarë që qëndronin prapa shpine, në mesin e të cilëve ishte edhe ministre e Arsimit Vesna Janevska. Se për çfarë qeshën e din vetëm ato, por gjesti i tyre tregoi shumë për jo seriozitetin e tyre, kur bëhet fjalë për një çështje aq serioze që tangon shqiptarët, më saktësisht studentët shqiptar. Më pas gazetarët i dhanë edhe një mundësi përgjigje e kryeministrit për të folur rreth takimit të dieshëm për çështjen e provimit të jurisprudencës, pas çka ai gjithashtu la shumë për të kuptuar se me partnerët ai nuk negocion, por thjesht bisedon. Pa zato što ne se dogovarame, nije ne pregovarame. Ние сме владени партнери и ние разговараме за секоја тема. Ако ме прашувате дали владените партнери разговара, тогаш ќе ви одговорам да, разговаравме. Ние не преговараме меѓу себе за да имаме едните или другите позиции, па сега треба да се приближуваме. И мислам дека конвергираме кон решение кое што е согласно Уставот и меѓународните стандарти. Takimi mes partnerëve qeverisës ishte mbajtur të hënën. Paraprakisht Vlen ka thënë se propozim zgjidhja për çështjen e provimit të jurisprudencës është që pjesa teorike e provimit të mund të jepet në gjuhën shqipe, ndërsa pjesa praktike të zhvillohet në gjuhën maqedonase. E në takimin e së hënës duhej të vendosej nëse partia e Mickovskit do ta pranonte këtë propozim. Edhe pse premtohej zgjidhje e shpejtë, çështja e provimit të jurisprudencës po vazhdon të zgjatet. Studentët shqiptar kërkojnë që provimin e jurisprudencës të mund ta japin në gjuhën shqipe, për çka edhe kanë protestuar 2 herë, ndërsa në mbështetje të tyre protestë është mbajtur edhe në Tiranë dhe Prishtinë.